të kemi Olta Gjaçka 2.0? Po, unë besoj që jemi të paktën përballë një skenari të ngjashëm sa i përket marrjes në mbrojtje të Belinda Ballukut, vetëm se këtë herë marrja në mbrojtje është më e fortë pasi po flasim për paradhomën e kryeministit. Pra, nëse për Olta Gjaçkën po flisim për një firmë të Ramës për rreth 50 investitorë strategjik nga të cilët në kundërshtim me ligjin ishte edhe bashorti i një ministres për investimin strategjik çuditërisht në Vlorë. Atje ku tashmë kanë hequr edhe kadastrën pavarësisht investimeve strategjike, ndërkohë për Gjaçkën është situata pak më e komplikuar. Pasi fund ditës ka prova që vetë zoti Rama dhe zonja Gjaçka kanë qenë bashkë në atë takimin në Stamboll, është e faktuar dëndosje. Për te fakti që në seancën e fundit gjykatën kushtetuese, prokurori ishte krejtësisht i qartë kur tha ne kemi prova se si janë intimiduar dëshmitar. Pastaj në të gjitha rastet, madje edhe për zotin Berisha, masa e sigurisë justifikua dhe me pretendimin që mund të ndërhyjten prova pavarësisht se kishte dorëzuar pushtetin, po themi që në 2013 apo me zotin Meta u përdori njëjti argument. Qartazi jemi përballë një lufte të hapur të zotit Rama për ta marrë në mbrojtje Belinda Ballukun për interesin e tij, por me sa duket për të fituar kohë edhe në rrafshin ndërkombëtar, me idenë që mund të ndryshojnë disa balanca, me idenë që mund të ndryshojë një lobist i ri dhe fiton kohë. Është fatkeqësi që qytetarët patjetër me zhvillime, është fatkeqësi që qytetarët edhe për efektin propagandistik që ka kjo mazhorancë nuk janë të informuar se çfarë po ndodh realisht, pasi e kanë të vështirë të kuptojnë procedurat. Por nëse qytetarëve u thuhet qartë që një njerëz që po akuzohet për korrupsion 3 muajt e fundit është marrë pandehur dhe ndonë se është në zyrë 3 muajt e fundit ka firmosur 100 milionë euro tendera dhe pritet që në 7 shkurt i bëj një tjetër dhuratë siç është porti i Porto Romanos 400 milionë euro një lobi greko-rus, kanë përshtypjen që janë pak më ndërgjegjshëm, por duke pasur në anën e tyre pjesën propagandistike dhe faktin që qytetarët nuk i kuptojnë mirë çështjet ligjore dhe çështjet teknike, përpiqet që të fitoj kohë dhe mbi gjitha demonstron edhe një herë atë degradimin total të gjitha instancave. Pra nuk e di se për çfarë mund të flasim kur ne diskutojmë për gjykatën kushtetuese në tilla rrethana. Para disa vitesh do ishte e turpshme që diskutojë për gjykatën e Shkodrës apo për një gjykatë në Rrethe, për një zvarritje të tillë vendimesh ku në lojë janë miliona euro. Vetëm në buxhetin e 2026-s, ministria e kësaj linje ka rreth 70% buxhetin. Ilda, po lexoja një ditë më parë, kishte bërë një status